Shkova në Prishtinë, nuk kisha as me hongër, as me pi, as kisha ku me nejt. Rreth 2 vjet, nuk ka ditë, ako me hongër, ako me pi. Prajmin e mbrëmshëm ishte radha e Gjestit të rrëfente për linjën e jetës. Banori tregoi për një fëmijëri të vështirë dhe përdorimin e narkotikëve kur ishte ende i mitur. Por megjithatë vështirësive, kurrë nuk ishte dorëzuar derisa arriti të jetë një emër në showbizin shqiptar. Jemi 3 fëmijë në shtëpi, kemi jetuar në një shtëpi në kushte shumë të vështira. Një mur na ndante me lopën. E kemi pasur shumë të vështirë. Kam bërë shumë gjëra që nuk duhet, kam nisur të pi lëndë narkotike që në moshën 12 vjeçare. Nuk isha më vetvetja, s'isha më besarti. U largova për në Prishtinë, nuk isha as të haja as të pija. Prindërit nuk kanë ditur asgjë për mua. Kam shkuar në studio të muzikës, ju kam shkruar dhe nuk më hapi askush derën. E pash që këtu duhet ja dalësh vetë. Mamin e kam legjend. Besoj se më ka kuptuar, për ata jam këtu. Më ka shkatëruar malli për ta, dua t'i shoh. Unë jetoj për ata, dua t'i shoh mirë, tha Gjesti. Pas rrëfimit të tij shumë prekës, banori u surprizua nga të 2 prindërit dhe u pa të shante në supet e nënës së tij.